kthehemi në kryeqytet. Janë bërë sot 106 ditë prej kur përparim Rama është rizgjedhur kryetari i Prishtinës. Në një komunë normale, në një situatë normale, tashmë ne sot do të flisnim për të arriturat dhe mos të arriturat e tij në 100 ditët e para të mandatit të dytë. Por, edhe pse mund të kemi edhe 76 ditë të tjera prej kur ajo është betuar, pra 106 ditë prej kur është rizgjedhur përparim Rama kryetar dhe 76 të tjera prej kur është betuar, zotri Rama nuk mund të flasë për të arriturat e tij, sepse ai ende nuk e ka as kabinetin e formuar. Për këtë, detajet na jep Jehona, të cilën e kemi në një lidhje direkte me Institutin GAP. Përshëndetje Jehona, linja për ty. Po, Raimonda, përshëndetje dhe për gjithë shikuesit e emisionit 33. Jemi këtu pra tek Instituti GAP, ku do të flasim pak edhe për kryetarin apo për komunën e Prishtinës, të cilët pra ende zotri Rama nuk e ka paraqitur kabinetin e tij qeveritar, kështu që për të parë se pse po ndodh kjo, sa e mbonuar dhe të më tutje, këtu pra kam edhe zotri Bekem Salion. Faleminderit shumë që na pranuat. Faleminderit për ju. Atëherë janë bërë pra 106 ditë që nga shpallja e rishpalla themi e zotri Ramës për kryetarët e Prishtinës pra për të dytën herë me radhë, ndërsa 76 ditë edhe që kur mesë është betuar, por ende nuk e kemi pra një kabinet qeveritar. Pse janë këto vonesa? Kjo po ndodh përkundër që duket që në Kuvendin Komunal të Prishtinës ka një koalicion në mes të partisë fituese, në këtë rast LDK-s dhe partisë së dytë PDK-s. Por për shkak që buxheti për këtë vit kaloi në Kuvend Komunal dhe natyrisht që u reflektu një lloj si thua pajtimi ose afrimi mes PDK-s dhe LDK-s në Kuvend Komunal dhe duket që numrat janë, por pse nuk po vjen te emërimi i drejtorëve përkatës komunal, kjo është edhe interesante, po edhe paradoksale. Për shkak që përparim Rama do duhej qysh në ditët e para të arritjes së koalicionit me partitë tjera të bënte të ditur kabinetin e tij qeverisës, për shkak që kjo do të mundsonte edhe do të krijonte hapësirë për punë. Mungesa këtyre drejtorëve ka kriju një lloj, si thua, mungese të adresës, se ku të drejtohen edhe ju si medium, edhe ne si organizatat e shoqërisë civile, edhe qytetarët, por edhe subjektet aktorë të tjerë e kanë të pamundur. Gjendja në teren duket e keqe, sidomos me menaxhimin e mbeturinave, me infrastrukturën lokale, pjesë të ndryshme të qytetit janë duke u hasur, hapja grupave të mëdha në rrugë, të cilat mbesin të patrajtura, të pamenaxhuara. Dhe unë gjykoj që kjo është pasojë e këtyre veprimeve në komunën e Prishtinës. Keni parasysh, zoti Rama ka kriju një narracion të përgjithshëm që për shumë çështje, për shumë projekte po e bllokon qeveria. Dhe hajde po e marrim si të mirëqen si të sakt një pohim të tij ose një pohim të tillë. Mirë, po ku qëndron arsyeja po mos emërimin e drejtorëve, që është kompetencë ekskluzivisht e tina. Pra, këtë rast nuk pengon kërkush, as qeveria, as ministria, as ndonjë aktor tjetër i jashtëm, por është, si thua, një çështje cilën ai nuk po e kryen. Dhe për më tepër, ai përveç që nuk po i emëron drejtorët e drejtorive, nuk ka dhënë edhe një arsye të arsyeshme në opinion se pse nuk po e bën një gjë të tillë. Arsyetimi që po e presim një qeverisje gjithëpërfshirëse është edhe paradoksale edhe çesharake. Për shkak që zoti Rama mund të krijojë një qeverisje efektive, cila më pastaj nuk e përjashton edhe qeverisjen gjithëpërfshirëse. Pra ai mund të krijojë një qeverisje gjithëpërfshirëse në një periudhë të mëvonshme, nëse për këtë ekzistojë natyrisht vullneti i përgjithshëm, mirë po ai në jetën ku mund të krijojë aktualisht një qeverisje po them kushtimisht efektive, që më pastaj mund të nënshtrohet edhe riformatimit. Unë gjykoj që arsyeja që mund të qëndroj prapa këtij, po them kushtimisht misteri, është që zoti Rama mund të presë ndonjë koalicion në nivel qendror mes VV-s dhe LDK-s, ose ndonjë po them kushtimisht pazar për presidentin ose presidentjen, dhe pastaj të modifikoj edhe koalicionin në nivel lokal. Kjo mund të jetë, si thua, një supozim i imi, në këtë rast nuk është që po i referohem ndonjë burimi përkatës, por një supozim, një mendim i imi që një arsye pse ka mund ose pse po vite te kjo gjendje është edhe
ose mund tjetë edhe kjo arsye. Mirë po konsideroj dhe kërkoj që zoti Rama në afat sa më shpejt të bëj emërimin, jo vetëm të drejtorëve të drejtorive, por edhe të komisionit të aksionerëve, edhe të antarëve të bordeve në ndërmarrjet publike lokale, e kështu me radhë. Për shkak që mos emërimi këtyre pozitave ose lënia bosh e këtyre pozitave pastaj krijon edhe vështirësi edhe paqartësi. Pra është dashur që këto emërime të bëhen paktën brenda 30 ditëve që nga marrja e mandatit e tij, mirë po ende nuk është bërë, por derisa flitet që ka edhe përçarje mes brenda vetë partive, siç është AK-ja dhe PDK-ja. Keni ndonjë informacion në sa i përket këtyre? Sa i përket përçarjeve nuk kam ndonjë informat, duket që në AK ka disa zhvillime interesante në këtë subjekt politik, për shkak që ish drejtoresha e administratës në komunë Prishtinës që vinte nga ana e AK-s tani është përjashtuar nga kjo parti, duket që ky ka qenë, si thuash, hap i kësaj partije për të ndëshkuar një lloj lëvizje autonome nga ana e personave të caktuar në këtë rast nga Asamblea Vitie. Kjo është e qartë edhe është e konfirmuar tani më. Sa i përket përçarjeve tjera, për këtë nuk kam informata, mirë po aja që ka duket që është zyrtare dhe që është finale, që zoti Rama i ka numrat në kuvend për të ecur tutje. Ecja tutje nuk po bëhet dhe unë gjykoj që përgjegjës e fajtor është zoti Rama. Pra, ende nuk është mbajtur asnjë seancë e rregullt për këtë vit, duke pasur parasysh që ato seancat e vitit të kaluar, pra ato të fundit themi, nuk janë shtyr përpara për shkak të mos numrit që do të thotë që ka pasur të gjitha votat e mjaftueshme, kështu që jemi shumë brapa në shumë sfera. Paktën këto do të mund të mbaheshin, po besoj paktën në 2 mbledhje gjatë janarit dhe shkurtit. Viti 2025 është përcjellur me probleme të tilla në Kuvendin Komunal të Prishtinës, kur zoti Rama thoshte edhe argumentonte që nuk i ka numrat në Kuvend Komunal dhe kjo ishte e dukshme, për shkak që ishin pozicionuara kundër qeverisjes së Ramës edhe PDK-ja edhe VV-ja, por edhe disa subjekte tjera të vogla. Kështu që numrat nuk i kishte, po tani i ka numrat. Tani po flasim për një gjendje krejt tjetër. Dhe kjo gjendje tjetër do duhet të manifestohet me një vullnet, me një kapacitet, me një qasje më aktive, më produktive nga vetë kryetari i komunës dhe të shfrytëzon të këtë momentum për të finalizuar shumë çështje cilat kanë mbetur të pa finalizuar nga viti i kaluar. Mos harroni domethënë, përveç buxhetit Prishtina ka mungesë planeve rregulluese, plane zhvillimor komunal, pastaj planeve sektoriale. Akoma nuk i ka miratuar dhe çështjet që lidhen me aspektet operacionale e kështu me radhë, pra ka shumë çështje cilat mundet e duhet të trajtojnë Kuvendin Komunal, nuk po e bën një gjë të tillë, me të shifën cilat janë arsyet, por pasojat nga kjo gjendje janë evidente, po them vetëm 2 sektorë merr dhe shihin në qytet, e shet cila është gjendja. Aspekti infrastrukturor dhe menaxhimi i mbeturinave. Në lagjën ku unë jetoj të zonë për shembull, nëse kthejmë tash në çështje personale, ka 3 javë që nuk janë marrë mbeturinat. Është një gjendje kaotike, pothuajse nga prezenca e tyre, dhe po ashtu në shumë rrugë qytetit hasën, domethënë dëmtim infrastrukturës në nivel të pakalueshëm, i cili mbetet i patrajtuar nga ana e komunës Prishtinës, e gjykoj që kjo është pasojë e këtyre veprimeve të cilat po i bën zoti Rama me mos emërimin e drejtorëve përkatës në sektor përkatës. Jo përmendet edhe buxhetin, dihet që pra për ligjin për kryeqytetin, pra ju vetë se keni reaguar se i përket edhe grantit për kryeqytetin, i cili pra nuk është jep i plot ashtu siç do duhet të jepet, sa do ndikoj kjo për buxhetin apo për vetë Prishtinën? As komuna e Prishtinës si një institucion i rëndësishëm i përbër nga njerëz të profesionist, por as vetë lidhja demokratike e Kosovës e cila përbëhet kryesisht nga ekonomist, nuk kanë mund ta evidentojnë një gabim cilin e ka bërë ose qëllim cilin e ka pas qeveria e Kosovës në ligjin për buxhetin për këtë vit, për shkak që ligji për kryeqytetin e specifikon që kryeqyteti merr 6% të vlerës së grantit përgjithshëm dhe kur e hyn dhe e kalkulon shumën që ka dediku qeveria për Prishtinën nga granti për kryeqytetin, e shet që janë afër 3 milion euro më pak. Dhe nuk ka pasur një reagim
të arsyeshëm nga ana e këtyre dy instancave në raport me këtë gabim ose qëllim, dhe mos evidentimin në formë zyrtare nga këto subjekte ka përur që të miratohet ligji për buxhetin me këtë ramje në grantin për kryeqytetin. Po flasim specifikisht vetëm për grantin për kryeqytetin, nuk po flasim për grantet për arsim, shëndetësi, grantin e përgjithshëm dhe buxhetin total që i takon komunës Prishtinës. Tek pjesa e dytë, pra tek buxheti total, Kuvendi u pajtu që ta plotësoj ligjin për buxhetin konform miratimit të buxhetit që ka bërë Komuna e Prishtinës me 6 shkurt të këtij viti në Kuvend Komunal. Përkatësisht nga 124 milion euro sa ishin të para në ligjin për buxhetin, tani më në ligj për buxhetin janë 155 milion euro, ashtu që ka miratu Komuna e Prishtinës. Mirë po, ajo çfarë ka ndodhur është që kemi 3 milion euro më pak të granti për kryeqytetin i cili grant rregullohet nëpërmjet ligjit për kryeqytetin dhe specifikon që kryeqyteti merr 6% të vlerës së grantit përgjithshëm, kur hyn edhe kalkulon grantin e përgjithshëm që këtë vit është 330 milion euro, atëherë i bie që kryeqyteti do duhet i dedikoheshin 19.8 milion euro, ndërkaq kryeqyteti me ligj i merr vetëm 17 milion euro. Atëherë, Zotri Saliu, faleminderit për gjitha këto informacione që ndohet me neve dhe për shikuesit e emisionit 33. Faleminderit juve. Raimonda, me këto informacione po e kthej linjën në studio. Faleminderit shumë Jona dhe faleminderit po ashtu nga Zotri Saliu që na dha këto informata dhe natyrisht e kemi përcjellur edhe të premten këtë çështjen e buxhetit të Prishtinës, pra dhe mosmarrjes së parave të duhura 2.8 milion euro më pak nga granti qeveritar. Megjithatë të premten kemi raportuar